Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në edicionin tonë të ri. Kësaj radhe në fokusin tonë është mbështetja e Bashkimit Evropian për zhvillimin e sektorit kulturor në Kosovë. Kjo është një mbështetje e jashtëzakonshme në konsolidimin e festivalit të letërsisë në Orland. Synimi ynë është që ne të jemi vetëm lehtësues dhe artistët të jenë ata që kanë gjithë hapësirën për të shprehur idetë e lira. Ishin këto vetëm disa nga thekset e këtij edicioni më hollësisht në vazhdim të tij. Njohësit e mirë të muzikës kamertale me siguri se në sekuencën paraprakje tonike i ka njohur zërat e sopranos Kaltrina Miftari dhe tenorit Safet Berisha. Kosova mund të krenohet para botës me performancën e tyre dhe shumë solistëve tjerë të muzikës klasike, që padrejtësisht të mbahen në një qarqi ofensivës së zhanreve të dyshimta muzikore, pa kualitet dhe domethënie, por me qëllim të qartë për përfitim të shpejtë. Kultura është pjesa më e sofistikuar e identitetit dhe diversitetit të një vendi dhe qytetarëve të tij, dhe në përpjekje për ta promovuar atë në Kosovë, Bashkimi Evropian ka lansuar në muajin prill projektin e vet deri më tani më ambicioz për ta fuqizuar sektorin kulturor. Në mesin e përfituesve të fondeve evropiane për kulturë është edhe Ragip Luta, bashkëthemeluesi i festivalit të letërsisë në Orland të Podujevës. Kjo është një mbështetje e jashtëzakonshme në konsolidimin e festivalit të letërsisë në Orland, FLO, si një festival që mbush një boshllok në kalendarin kulturor, jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon. Ragip Luta thotë se zhvendosja pa zakon të një festivalit letërsisë nga qendrat urbane në një fshat rëndom të kosovar nuk ka qenë rastësishme. Edhe një farë mënyre e nxjerr kulturën jashtë kryeqytetit, edhe jashtë qyteteve të mëdha, edhe e transferon në një mjedis, në një ambient pitoresk, siç është liçeni i Batllavës, domethënë duke e sjell botën në Orland, në një fshat të neglizhuar, kisha më thonë, të Kosovës, në një fshat të bukur të Kosovës, edhe Orlandin përpiqet ta shndrojë në një fshat global, të paktën disa ditë në vit. Tijana Mihajlović është drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për Resurse, Rini dhe Media në Mitrovic. Qendra e saj ka përfituar fondin për avancimin e jetës muzikore në Mitrovic. Odabrali smo muziku kao osnovni Ne jemi përcaktuar për muzikë, do të organizojmë disa punëtorisi dhe një koncert. Në këto aktivitete do të përfshihet muzicianët e njohur i muzikës blues Larry McRae. Me inkuadrimin e tij, projekti jon do të fitojë në peshë, ka thënë Mihajlović. Festivali letërsisë në Orland dhe projekti muzikor në Mitrovic janë vetëm dy nga shumë projekte kulturore që mbështeten nga Bashkimi Evropian. Lista e tyre është e gjatë dhe përfshin për shembull mbajtjen e javës së arkitekturës, zhvillimin e artit me background ambiental, organizimin e revistës së vallëve tradicionale të Rrugovës, kolonisë së artit, ndërsa projekte të veçanta kulturore janë paraparë për fëmijët me sindromin Down dhe madje gratë në përburgjet kosovare. Burim Maraj nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se ministria e tij e ka përkrahur projektin e Bashkimit Evropian për fuqizimin e sektorit kulturor në Kosovë. Është një ndër projektet që pasuron dhe i jep larmi dhe dinamikë të shtuar kalendarit kulturor në këtë vend. Synimi ynë si ministri është që ne të jemi vetëm lehtësues dhe artistët të jenë ata që kanë gjithë hapësirën për të shprehur idetë e lira dhe kreative. Projekti i Bashkimit Evropian kushtuar fuqizimit të sektorit të kulturës në Kosovë do të zgjasë 24 muaj dhe gjatë tij në dispozicion të veprimtarëve kulturor kosovar do të gjenden 300.000 euro. Projekti, sipas zyrtarëve evropian, përbën më të madhin të zyrës së BE-s në Prishtinë në fushën e kulturës dhe inkurajimin e kreativitetit deri më tani në Kosovë.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëjtje.